Dielli përvëllonte mbi rrugën kryesore të qytetit bregdetar. Asfalti avullonte, ajri diqte në mushkëri. Klara Vilela, një grua 32 vjeçare me flokë të artë dhe kostum ngjyrë kafe të lehtë, ndaloi makinën përpara një kafeneje të vogël. Kishte ardhur për të shkruar, si çdo mëngjes. Aroma e kafes përzihej me erën e benzinës, ndërsa zhurma e trafikut krijonte një ritëm monoton që e qetësonte. Ajo nuk e dinte se kjo ditë do të copëzonte çdo ndjenjë sigurie që kishte. Një fishkëllim e mbret, më pas një britme e shkurtër policie, e prishi qetësinë. 3 makina patrulle u ndalën përplasur në trotuar. Zhurma e gomave la një shenjë të zezë përpara saj. Dera e makinës policore u hap me forcë dhe sergent Moura, një burr me mjekër të dendur dhe sy të errët, doli i pari. Pas tij, Rian dhe Torres, të dy me uniforma të djersitura dhe duar të rënda, e drejtuan vështrimin tek Klara. Zonjë, vendosni duart mbi makinën tuaj, urdhëroi Moura me një ton që nuk priste kundërshtim. Më falni? Tha ajo, duke qeshur me nervozizëm. Duhet të keni gabuar personin, por duart e ftohta që i kapën kyçet i ndalën fjalët. Zhurma metalike e prangave e ndau realitetin në dysh. Njerëzit ndaluan përreth. Një djalë i ri nxori telefonin dhe filloi të regjistronte. Një grua plak pëshpëriti, e arrestuan? Por pse? Era solli aromën e jodit nga deti, përzier me djersën dhe ankthin. Klara ndjeu si i dridhej trupi. Jo nga frika, por nga një ndjesje e çuditshme që po i ngrihej nga barku në kraharor, si kujtimi një makti të harruar. Sergent Moura e ktheu me forcë, duke i kontrolluar çantën. Zëri i tij ishte i ftohtë, mekanik. Emri? Klara Vilela. Punoj në zyrën e prokurorit, qetësohuni, zonjë. Nuk duam probleme. Torres shikoi Mourën me dyshim, sikur diçka nuk shkonte. Shef, është e veshur si profesioniste, jo si, nuk e mbaroi fjalin. Moura ngriti dorën që ta ndalte. Të gjithë duken ndryshe para se të bëjnë diçka, tha ai me ton mbrojtës, duke kërkuar justifikim para vetes. Klara uli syt. Në uniformën e Mourës pa një shenjë, një numër i gdhendur me dorë, 47A, zemra i rahu më fort. Ajo kishte para atë numër më parë, në dosjen e vdekjes së vëllait të saj, Lukasit. Ajri u bëi rënd. Zhurma e makinave humbi. Ishte sikur gjithë qyteti u zhyta në një boshllëk ku dëgjohej vetëm rrahja e zemrës së saj. Pse më arrestoni? Pyeti ajo më në fund, me zë të ulët. Do ta kuptoni në stacion. Moura shmangu shikimin. Një moment heshtjeje shpërtheu si krisje xhami. Rian lëvizi nervoz, ndërsa Torres shtrëngoi duart në brez. Edhe ata e ndjenin se diçka nuk përputhej. Një fëmijë pyeti nënën e vet, mami, pse e marrin zonjën e bukur? Gruaja e tërhoqi, pa folur. Klara u përkul mbi kapakun e makinës, në ndjellin që diqte si gjykim. Djersa i rrifte në qafë, dhe ndërsa Moura i vinte prangat më fort, ajo ndjeu një ndjenjë të çuditshme lidhjeje, një njohje të errët që vinte nga thellësia e kohës. Në atë çast, diçka brenda saj u thye. Jo nga frika, por nga e vërteta që ende nuk kishte emër. Ajo e kuptoi se ky takim nuk ishte rastësor. Ishte fillimi i diçkaje që dikur kishte mbetur pezull, një borxh i vjetër, një plagë e hapur. Zhurma e sirenave u shua ngadalë, derisa në ajër mbeti vetëm një heshtje e pazakonur. Rruga që sapo gumëzhinte nga trafiku, tani dukej si e ngrirë në kohë. Vetëm era lëvizte, duke tundur lehtë flamurin e një dyqani aty pranë. Klara qëndronte e përkulur mbi kapakun e makinës, me duart e mbërthyera pas shpine. Lëkura e saj ishte djegur nga dielli, dhe çdo frymëmarrje i dukej si thithje guri. Sergent Moura qëndronte përballë saj, me sytë e ngulur në rrugën bosh. Për herë të parë, duart i dridheshin lehtë. Ai ndjente një shtypje në kraharor, si të kishte gëlltitur diçka të rëndë. Nuk ishte frikë, ishte kujtesë. Rian, më i riu nga oficerët, po mundoi të mbante shënime në blok, por dora i dridhej aq shumë sa lapsi lëshonte vijë të shtrembër. Torres, në anën tjetër, shikonte rreth e qark me një nervozizëm që i tradhtonte vullnetin për t'u dukur profesionist. Asnjëri nuk fliste. Asnjëri nuk guxonte të thoshte se kjo grua nuk dukej si një kriminale. Një burr i moshuar doli nga dyqani përballë, duke mbajtur një shishe uji. Pse po e trajtoni kështu? Pyeti ai me zë të butë. E njoh, punon në gjykatë.
Rian ngriti syt, gati për të folur, por Mora e ndërpreu me një vështrim që e ngriti si thik. Largohu, zotëri. Zëri i tij kishte humbur autoritetin, ishte më shumë lutje se sa urdhër. Klara qëndronte e qetë, por sytë e saj ndizeshin me një dritë të pazakonë. Ajo nuk përpiqej më të shpjegonte. Po vëzhgonte. Po dëgjonte frymëmarrjet e tyre, ritmin e dridhjeve të duarve, tonin e zërave që përpiqeshin të duken të sigurt. Kishte qenë në gjykata mjaftueshëm për të njohur frikën e fajit. Një makinë tjetër ndaloi aty pranë. Inspektoria Lina Duarte, një grua e gjatë me flokë të errët dhe sy të akullt, zbriti ngadalë. Hapi i saj i matur ndërpreu çdo zë. Ajo u afrua drejt Morës dhe i foli me zë të ulët. Pse e ke ndaluar? Nuk ka asnjë raport për të. Mora e shmangu vështrimin. E pash duke dal nga makina, u soll me nervozizëm. U duk e dyshim. Apo u duk e njohur? Pyeti Lina, pa ndryshuar shprehjen e fytyrës. Klara ngriti kokën ngadalë. Sytë e saj takuan të Linas. Aty, për herë të parë, ndjeu që dikush po e shihte, jo po e gjykonte. Por heshtja vazhdoi të shtrëngonte si duar të padukshme rreth fytit të çdo të pranishmi. Mjaft, tha në fund Rian me zë të dridhur. Duhet ta çojmë në komisariat ose ta lëm të lirë. Nuk ka sens kjo. Mora u kthye me furi. Ti si askush për të vendosur. Por zëri i tij nuk tingëlloi fort. Tingëlloi bosh. Lina mori një hap përpara. Sergent, më thuaj sinqerisht, pse numri 47A është në uniformën tënde? Klara ngriti kokën. Të gjithë ngrin. Rian e dinte çfarë do të thoshte ai numër. Një dosje e vjetër, një hetim i mbyllur 10 vjet më parë, për një vdekje në paraburgim. Era u ndal. Zhurma e qytetit u tredh. Ishte sikur koha kishte ndaluar për t'i lënë të dëgjonin rrahjen e zemrave të tyre. Klara e ndjeu trupin t'i bëhej më i lehtë, edhe pse prangat e rëndonin. Ajo e kuptoi se frika po ndryshonte anët, tani nuk ishte më e saj, por e tyre. Ju e dini kush jam, apo jo? Pyeti ajo, me zë të qetë. Asnjë nuk foli. Motra e Lukas Vilelës shtoi, me fjalë që shpuan ajrin si thik. Rian uli kokën. Torres lëvizi një hap pas. Mora mbeti pa ngjyrë në fytyrë. Heshtja tani nuk ishte më bosh, ishte e mbushur me peshën e diçkaje që po zinte frym. Në stacionin e policisë mbretëronte një heshtje që dukej e përjetshme. Orët në murtundeshin ngadalë, sikur koha të ishte lodhur nga vetvetja. Drita e ftohtë fluoreshente binte mbi tavolinën metalike, duke nxjerrë në pa çdo njoll, çdo gërvishtje. Klara Vilela ishte ulur përballë një dosjeje të mbyllur me kapse të vjetra. Përpara saj qëndronte ai, Sergent Mora, me uniformën tashmë të çrregullt dhe fytyrën e zbehtë. Në tavolinë qëndronte i vendosur një send i vogël, një krahas me numrin e gdhendur 47A, ishte ai simbol që i kishte ndezur kujtesën si zjarr. Ajo nuk e hiqte shikimin prej tij. E ndjente sikur objekti kishte peshën e një trupi të vdekur. Ku e more këtë? Pyeti me zë të ulët. Mora shmangu vështrimin. Është thjesht numër shërbimi. Nuk ka lidhje me ty, Klara e dinte që gënjente. Zemra i rrite në tëm, tha. Ky numër ishte në dosjen e vdekjes së vëllait tim, tha ajo ngadalë. Lukasit. Në atë moment, dera u hap. Komisari Brando, një burr rreth të 60-tave me flokë gri dhe sy të lodhur, hyri në dhomë me një lëvizje të ngadaltë. Ai ndaloi duke parë sendin mbi tavolinë. Zoti i madh ende ekziston, murmuriti ai, më shumë për vete se sa për të tjerët. Klara u ngrit menjëherë. Ju e njihni atë simbol, apo jo? Brando u përpoq të fshihte duart në xhepa. Dikur ishte kod operativ. Një periudhë që s'duhej të ekzistonte. Rian dhe Torres, që ndodheshin pranë derës, shkëmbyen vështrime të tensionuara. Ajri në dhomë u trash si mjegull. Klara e ndjeu të ftohtin në duar, edhe pse temperatura ishte e lartë. Kujtimet u ngjitën nga errësira e viteve, nata e arrestimit të Lukasit, zhurma e hapave në korridor, britma e tij që u shua pa shpjegim. Ai vdiq në qelim tuaj, tha ajo. Dhe ju e mbyllët dosjen si aksident. Mora ngriti kokën me vështirësi. Zëri i tij u thye. Nuk isha unë që vendosa, Klara. Kishin ardhur urdhra nga lart. Nga kush? Pyeti ajo, duke ju afruar.
Kush i dha? Nuk e di, ose ndoshta nuk dua ta di, tha ai me një buzëqeshje të hidhur. Një moment kaloi, pastaj Brando mori frym thellë dhe foli me një zë të thatë. Në atë kohë, kishte një operacion sekret, Horizonti. Përdorej për të zhdukur dosje të rrezikshme, njerëz që duhej të harroheshin. Vëllai yt ishte dëshmitar në një çështje të tillë. Ai nuk duhej të kishte mbijetuar. Klara u ngrit. Në sy i ndriti urrejtja e ftohtë që lind vetëm nga e vërteta e vonuar. Rian mori një hap përpara. Shef, po flasim për vrasje të mbuluara? Brando uli kokën. Po. Dhe unë kam firmosur pa lexuar. Kam mbyllur syt. Torres u prek nga nervat dhe u ngrit. Atëherë pse e ndaluam këtë grua? Vetëm sepse dikush deshi ta përsëriste historinë? Mora u ngrit me vrull duke goditur tavolinën. Hesht. Nuk e kuptoni çfarë po ndodh. Zëri i tij dridhej, por nuk kishte më forcë. Klara nuk lëvizi. Vetëm e shikonte drejt e në sy. E kuptoj shumë mirë, tha ajo. Historia po përsëritet, por këtë herë unë jam gjallë. Në atë moment, një dosje e vjetër ra nga rafti. Letra të zverdhura u shpërndan në dy sheme. Njëra prej tyre kishte të njëjtin simbol, të shtypur me bojë blu, 47A. Rian u përkul ta ngrinte. Janë më shumë raste shumë më tepër. Dhoma u mbush me frymëmarrje të rëndë. Askush nuk dinte çfarë të thoshte. Ishte sikur muret vet po dëgjonin. Klara mori krahazin me duar të dridhura dhe e ngriti para fytyrës së Morës. Ky nuk është më thjesht një numër. Është vari i çdo njeriu që keni harruar. Sytë e Morës u mbushën me ujë. Ai bëri një hap pas. Rian i hapi derën, por askush nuk lëvizi. Heshtja kishte rënjë dhe askush nuk guxonte ta priste. Dritaret e stacionit qëndronin gjysmë të hapura. Një erë e rënd avulli dhe djers përzihej me aromën e letrave të vjetra. Brenda zyrës, tensioni kishte formë. Secili frymëmerte sikur ajri ishte bërë plumë. Klara Vilela rinte në këmbë përpara tavolinës së vjetër të komisarit Brando, ndërsa në anën tjetër, sergent Mora mbante duart në brez, përpjekur të ruante dinjitetin që tashmë i ishte thyer. Dua të di gjithçka, tha Klara. Zëri i saj nuk kishte dridhje. Ishte zëri i dikujt që nuk kërkon më drejtësi, por llogari. Brando uli kokën. Ai duke i plakur në çast. E vërteta nuk të sjell asgjë, vajz, vetëm mallkim. Mallkimi ka ndodhur tashmë, u përgjigj ajo. Më ke borxh fjalën. Një heshtje e rëndë ra. Rian qëndronte pranë derës me shënimet në dorë, pa ditur nëse duhej të shkruante apo të dilte. Torres, i mbështetur në mur, e shihte Morën me mosbesim. Kishte vite që punonte me të, por atë ditë e pa për herë të parë si njeri, jo si oficer. Brando mori frym thellë, pastaj foli, ishte një natë e zezë. Një operacion që nuk ekziston në letër. Quhej Horizonti. Urdhrat erdhen nga lart, nga një zyrtar që se kam parë kurrë. U kërkua të zhdukeshin disa dëshmitar për të mbrojtur një kontratë të paligjshme me një kompani ndërtimi. Lukasi ishte një prej tyre. Klara e ndjeu fjalën Lukasi si thik. Dhimbja i përshkoi trupin, por ajo nuk uli kokën. Dhe ju, zoti Brando, çfarë bëtë? Pyeti ajo. Ai u ngrit me duar që i dridheshin. Firmosa. Sepse më thanë se ishte urdhër shtetëror. Sepse desha të mbroja njerëzit e mi. Dhe sepse isha frikacak. Sytë e Morës ndritën. Nuk ishe vetëm ti, unë isha atje. Torres ngriti vetullat. Ti ishe në natën kur Lukasi u vra? Mora heshti për një çast, pastaj pohoi. Po. Por nuk e kam prekur. Ai u rrëzua ose të paktën kështu na than. Por kur pash trupin, e kuptova se ishte goditur më parë. Klara e dëgjoi ftohtë. Dhe heshtët. Për vite. Nuk mund të flisja. Kishin dosje për të gjithë ne, tha Mora, duke u përpjekur të ruante zërin. E di çfarë ndodh me ata që hapin gojen. Torres lëvizi përpara. Po tani? A do të heshtësh sërish? Rian hodhi një dosje mbi tavolinë. Ishte e vjetër, me skajet e zverdhura. Gjeta këtë në arkivin e Bodrumit. Janë të njëjtat dokumente, të njëjtët numra. 47A përsëritet në çdo rast.
Të gjithë të arrestuarit kanë vdekur rastësisht. Ai hapi faqet. Fotografi, data, nënshkrime. Emra që dikur ishin njerëz. Brando u mbulua me duar. Zoti im, sa gjëra kemi bërë për të ruajtur heshtjen. Klara mori dosjen, e hapi ngadalë dhe e lexoi një emër pas tjetrit. Pastaj ngriti syt drejt Mourës. Nuk do të mjaftoj të kërkoni falje, tha ajo. Do të flisni. Të gjithë. Një heshtje tjetër ra, më e rëndë se më parë. Moura uli kokën. Pastaj, për herë të parë, foli me zë të ngadalshëm, ishte Brando që dha ordrin për të fshehur trupin. Por unë e di kush e dha ordrin përfundimtar për ta eliminuar, komandanti Eder Lemos. Ai është ende në shërbim, i promovuar, i mbrojtur nga ministria. Dhoma u mbush me tension. Rian ngriti syt, i tronditur. Torres mori frym thellë. Do të thotë që kjo nuk ka mbaruar. Klara u afrua tek dritarja, duke parë qytetin jashtë. Jo, tha ajo. Kjo sapo ka filluar. Në atë moment, një bubullim e largët u dëgjua jashtë, si paralajmërim. Në ditët që pasuan, qyteti nuk flinte më. Lajmet për operacionin Horizonti përhapeshin si zjarr. Emra, data, kode, të gjitha dilnin në dritë. Dhe gjithnjë i njëjti shenjues, 47A, Klara Vilela ecte nëpër korridoret e prokurorisë me dosje në duar. Çdo faqe që hapte tregonte një histori identike, arrestim, aksident, heshtje. Tani ajo e kuptonte, nuk ishte vetëm Lukasi. Ishin dhjetëra. Ndoshta qindra. Rian e ndihmonte fshehurazi, duke i sjellë dokumente të fshehta nga arkivat e policisë. Nuk ka qenë rastësi, i tha ai. Është një sistem. Një mekanizëm që ushqehet me frikë. Klara e pa drejt e në sy. Dhe ne do ta ndalim. Ndërkohë, sergent Moura u thirr për marrje në pyetje. Doli me fytyrë të zbetë, duart që i dridheshin. Nëpër gazeta, fotografia e tij tashmë ishte simbol i turpit. Komisari Brando u pezullua nga detyra, ndërsa emri i komandantit Eder Lemos u përmend në çdo raport, por askush nuk e prekte dot. Ishte i paprekshëm. Një natë vonë, Klara qëndronte vetëm në zyrë. Dritat e qytetit ndizeshin si plag në dritare. Në tavolinë përpara saj ishin të gjitha dosjet. Të gjitha viktimat. Dhe midis tyre, një letër anonime me një fjali të vetme, nëse hap këtë plag, do të digjesh me të. Ajo buzëqeshi lehtë, me sytë e mbushur me dritë të lodhur. Le të digjem, pëshpëriti. Por këtë herë do të digjet edhe e vërteta me mua. Në sallën e konferencave të prokurorisë, kamera të shumta ndriçonin fytyrën e Klarës Vilela. Ajo qëndronte përpara mikrofonit me duart që i dridheshin pak, por me zë të sigurt. Pas saj, një ekran i madh tregonte dokumentet e operacionit Horizonti. Në rreshtin e parë, sergent Moura dhe Rian shikonin në heshtje. Brando nuk kishte ardhur, ndoshta nuk kishte guxim. Për vite, filloi Klara, ky simbol 47A ishte kodi i vdekjes. Një mënyrë për të zhdukur zëra të pafajshëm. Sot, ai simbol nuk i përket më errësirës. Ai është provë. Në atë çast, dritat u errësuan për një sekond. Një projektor u ndez vetë. Në ekran u shfaq një video e vjetër sigurie, një dhomë paraburgimi, një trup që bie në tokë, një oficer që largohet. Dhe fytyra e komandantit Eder Lemos. Zhurmë. Britma. Gazetarët ngritën kamerat. Moura u ngrit në këmbë, syt i mbushën lodh. E dia, pëshpëriti. Ai e vrau vetë. Rian u afrua tek Klara. Kjo është prova përfundimtare. Klara e shikoi ekranin. Zëri i vëllait të saj u dëgjua lehtë, si jehon e humbur, mos më lër të vdes kot. Ajo mori frym thellë. Jo, Lukas. Tani asgjë nuk humbet më kot. Në sallë mbizotëroi një heshtje e shenjtë. Disa qanin, disa duart trokisnin. Por Klara nuk u gëzua. Ajo e dinte se e vërteta kishte çmimin e vet mëngjesi erdhi i qetë, i mbuluar me mjegull. Qyteti dukej sikur mbante frymën. Në sheshin përballë stacionit të policisë, Klara Vilela qëndronte vetëm me një dosje të hollë në dorë. Dielli i parë përplasej në xhamat e ndërtesave duke i kthyer në pasqyra të verbëra. Në trotuar, një uniform policie ishte hedhur si leckë. Ishte e morës, e njollosur, e grisur, e harruar.
Ajo e pa për një qast dhe uli sy. Nuk kishte urrejtje në fytyrën e saj, vetëm lodhje. Një lloj paqeje e hidhur që vjen kur betejë mbaron, por plagët mbeten. Nga një radio e vjetër në një kiosk pranë, zëri i spikerit njoftonte: komandanti Eder Lemos është arrestuar. Hetimet po zgjerojnë rrjetin e korrupsionit. Fjalët humbën në zhurmën e erës. Klara hapi dosjen. Brenda ishte vetëm një fotografi, ajo dhe vëllai i saj, Lukasi, buzëqeshnin në një park. Ajo preku buzën e fotografisë me gisht, pastaj e la të bjerë në erë. Letra u ngrit, u rrotullua ngadalë dhe u ul mbi kapakun e makinës ku gjithçka kishte filluar. Sytë e saj u ngritën drejt qiellit. Për herë të parë pas shumë vitesh, frymëmarrja nuk i dhemte. Ajo u kthye dhe filloi të ecë ngadalë përgjatë rrugës bosh, pa parë më pas. Pas saj, era lëvizi një copë letre që u ngatërua në prangat e vjetra. Drita e diellit u pasqyrua mbi to për një sekond, si një përshëndetje e fundit.